kjo ka shumë vite pa investuar, ka 8 vjetë si vi për imigracionit. Ju jam shumë i kënaqur, na ka hap dritën jeshile, me jetua, me pas perspektivë, edhe me na edhe çdo gjë mirë. Kena vite që nuk është bërë kjo rrugë, kena pas shumë problem, me thënë drejtën, prej pluhnave, prej gjanave, tash kjo është një punë shumë e bukur. S'pa rrugë s'ka çfarë bëjmë gjë. Mos ke bën tjetër gjë, vesh rrugën e Grucës, një, rrugën e Dukagjinit e bëjnë 2, edhe Shiroka, Kumani, ka boboll. Tash 14 vjet apo 15 s'ka bë kurse ka bë Benedici. Janë lak ton komsh, në për grupa ton kena nesh makinën, jena rrzu pe grupave me bicikleta, me motora. Faleminderit se na keni bë, jam i kënaqur për rrugën. Ka 30 e sa vjet që s'kam nuk përdorur këtë rrugë, as në qendër Grucës me të thënë drejtën. Falenderojmë Benedicin. Jena mirënjohës për ta, jena tepër të kënaqur me ta, sepse ka punon qytet, ka filluar të punojë për fshata.